Dita. Në datë 11 ne kemi zgjedhjet. Në zgjedhje shkohet një herë në 4 vjet. Pushteti juaj është një herë në 4 vjet. Vetëm një herë në 4 vjet keni mundësinë të ndikoni tek pushteti me votën. Nuk e keni këtë mundësi gjatë ditëve të vitit. Një herë në 4 vjet, kështu që mos e shpërdoroni. Shqipëria ka nevojë për ndryshim. Vendi duhet ndryshojë. Ka 12 vjet kjo qeveri e cila është dukur është shfaqur si një hajdutri e organizuar, apo nuk është kështu? Pra ne duhet ta ndryshojmë këtë pjesë. Partia Demokratike në ndryshim nga kryeministri që kemi, që ju afrohet juve me nocrokun, që ju afrohet juve me qyrykun, që ju afrohet juve me fotot nudo, Partia Demokratike ka ardhur me një program. Ne duam të ndryshojmë vendin. Së pari duke mbrojtur familjen. E majta po na çon tek e prindi 1 e ke prindi 2. Ne duam të themi ke familja, ke nëna dhe ke baba. Për këtë Partia Demokratike për gratë me 1 fëmijë do të shtojë në rrogë 70.000 lekë. Për gratë me 2 fëmijë 60.000 lekë, fëmia i tretë deri në moshë madhore do jetë në përgjegjësi të shtetit. E bëjmë këtë në mënyrë që të nxisim familjet shqiptare që të jenë të shëndosha. Do duam të rrisim pensionet për gjithë prindrit tuaj. Nuk do ketë pension në Shqipëri që nga dhjetori më të ulët se 200.000 lekë. Do jetë minimumi etik dhe për ata që janë nevojë. Rrogat minimale 500.000 lekë, rrogat mesatare 1.200.000 lekë. Pra do të ecim në këtë formë në mënyrë që të nxjerrim Shqipërinë nga varfëria, duke ulur çmimin e naftës dhe çmimin e energjisë elektrike dhe duke ulur dhe për biznesmenët taksën. Do të kthehemi prapë këtë taksa 10% në mënyrë që biznesit ketë mundësi dhe hapësirë për të zhvilluar. Do të kthehemi ke shërbimet, në Gjirokastër nuk ka shërbime. Kanë ikë zyrat, nuk janë arkivat më në Gjirokastër, nuk janë gjykatat më në Gjirokastër, nuk janë drejtoritë arsimore, shëndetësore më në Gjirokastër. Duam patjetër të kthejmë shërbimet në qytet në mënyrë që qyteti të jetë i organizuar dhe jeta të jetë normale. Të merrni shërbimet në qytetin tuaj, të mos jeni detyruar të largoheni për çdo dokument në Fier apo në Lushnjë apo diku tjetër, apo në Tiranë. Pra, duke nxjerrë njerëzit nga varfëria, duke kthyer Shqipërinë ke prodhimi dhe duke kthyer shërbimet në qytet, do mund të zhvillojnë dhe të ecin përpara në Shqipëri. Prandaj po kthehem edhe një herë ke fjala e parë. Votën tuaj e keni një herë në 4 vjet, mos e shpërdoroni. Mos shkoni ke reklama e nocrokut. Atë po ju ofron kryeministri i Shqipërisë. Partia Demokratike edhe një herë vjen me plan për ta zhvilluar Shqipërinë. Kush janë 4 vitet më të mira që ka kaluar Shqipëria në këto 30 vjet? Janë 2009, 2005, 2009 apo jo? Kur Shqipëria ishte ndryshe, kur drejtonte Partia Demokratike. Duam të themi prapë ke puna, ke prodhimi, ke shërbimet ndaj njerëzve. Prandaj mos e shpërdoroni votën, votoni për Partinë Demokratike dhe për kandidatët e saj. Unë personalisht do t'ju shpërndaj dhe tetën time të reklamës zgjedhore, jam i 4-ti në listë për shkak të mbiemrit. Shumë prej jush ndoshta më njihni, kam qenë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve një periudhë, nëse ju kujtohet, zonjat që kanë një farë moshe. Kam qenë avokat dhe gjyqtar, jam jurist dhe besoj që i duam dhe i shërbej Parlamentit të Shqipërisë. Ndërkohë, e majta po ju ofron njerëz që kanë dalë dhe me kapuçin kokë për t'ju vjedhur rrugëve. Qofse ju mbahet mend apo ju kujtohet se çka ndodh në Shqipëri në këto vite.
Faleminderit se nuk po zgjatem për të marrë nga koha juaj, por edhe njerë këmbgul, vota është shumë e rëndësishme dhe mos e çoni dëm. Votoni për ndryshimin se Shqipëria ka nevojë të çlirohet nga hajdutët. Inshallah fiton, more, inshallah. Me këtu jemi, pse të mos fitoj? Të mirën, të bëhet me mira. Inshallah po Të fitoj. po Dhe neve ndryshimi. Ne me këtu jemi. Neve na gjetë që jemi me Po këtë. më të mirën. Lart vjedhjeve. Hajdutërisë. Na kanë poshtruar, na kanë mashtruar. Ai kanë bërë 12 vjet të gjitha të këqijat. Po, për ndryshim jemi. Po.